Trajtimi është i njëjtë me të gjithë të punësuarit tjerë për kohë të kompanisë. Do të thonë nuk në procesin e inspektimit nuk mundesh me vërejt një diskriminim të caktuar në raport me një të huaj kundrejt një punëtori vendor. Ndoshta në këtë termin e skllavërisë nuk mund të themi, por megjithatë ka elemente që punëtorët punojnë, por thënë një herë pa kontrata dhe punojnë në afate të zgjatra, kanë kufizim televizjes nga ana e punëdhënësve dhe mendoj që inspektorati ka shtuar numrin e monitorimit dhe inspektimeve në këto aspekte dhe kështu që ne kemi bashkëpunim dhe koordinim të vazhdueshëm ku në gjitha rastet të cilat neve na sinjalizohen këto i raportojmë i baza të komunikimit të zyrtar ndërmjet institucioneve tona edhe ndërmjet mekanizmave të cilat ne kemi funksional në nivelin qendror. Pse vazhdon? Kryesisht për çka janë bo këto? Për çka është boj njërimi kontratave për këta punëtor migrant? Çka ju ka konvenu bizneseve mos m'ju dhonë kontrata punëtorëve migrant? Tash nuk Po flas ndoshta në kuadër të pozicionit që keni dhe punës. Nuk kisha me thonë që ju ka konvenu diçka. Kisha me thonë që ndoshta edhe në mungesë të informacionit duhur ligjor të pajisjes një punësori me të angazhimit një punëtori të huaj në Republikën e Kosovës. Sepse në një kohë ju e dini që një pjesë e punëtorëve në Republikën e Kosovës janë angazhuar përmes disa agjencioneve të punësimit, të cilat realisht ndoshta nuk e kanë pasur edhe nivelin profesional të zhvilluar të angazhimit një të huaj në Republikën e Kosovës. Bazuar në inspektimet e Inspektoratit të Punës në terren, në funksion të përmbushjes detyrave të veta Inspektorati i Punës në këshillim të bizneseve, ka vazhduar me vetëdijsu biznesi në pajisje me kontratë pune dhe me leje pune të punësuar të angazhuar në Republikën e Kosovës. Për shkak të pasojave të cilat i vujnë qoftë i punësuari si punësuar, qoftë punëdhënësi si punëdhënës në raport me angazhimin e palegjshëm në punë. Një fenomen tjetër që kemi dëgjuar është edhe për punëtorë që angazhohen në sektorin e ndërtimit që janë kryesisht prej Bangladeshit. Në çfarë kushtesh i keni has të punu këta punëtorë, nëse keni has, sepse përmenden në 5 vitet e fundit ka gradualisht ulje të numrit të punëtorëve që punojnë pa kontrata ose pa kushte të këtyre punëtorëve migrant. Po nëse e shikojmë në këto vite, që i keni has në të kaluarën kur keni bërë inspektime dhe tash së fundmi nëse keni pas tilla. Tash me qenë korrekt në pyetjen tuaj, numri të punësuarve në Kosovë faktikisht graviton në gastronomi dhe në prodhimtari, i punëtorëve të huaj po flas. Ndërsa është më pak i numri angazhimit në sektorin e ndërtimtarisë dhe bujqësisë. Në aspektin e sigurisë në punë dhe të marrëdhënies punës, e thash më herë për përsëris prapë. Trajtimi është i njëjtë me të gjithë të punësuarit tjerë për kohë të kompanisë. Do të thonë nuk në procesin e inspektimit nuk mundesh me vërejt një diskriminim të caktuar në raport me një të huaj kundrejt një punëtori vendor.